Deklaratat e rektorit të USHT-s Vullnet Ahmeti i përgënjeshtron ish ministri i Arsimit dhe Shkencës dhe njëherët iniciatori themelor për sjelljen e këtij fakulteti në Gostivar, Suleman Rushiti. Ai thotë se ka informata të sakta se interesim nga ana e studentëve ka pasur, por se nuk janë pranuar. Ai konsideron se rektori Ahmeti me këtë lloj deklarate vetëm po fiton në kohë për ta vendosur në harresë mbylljen e këtij fakulteti, i cili nuk është pronë private për të funksionuar vetëm ku mund të vlejnë parate studentëve. Pas deklaratës së rektorit të USHT-s se Fakulteti i Teknologjisë Ushqimore dhe të Ushqyerit është mbyllur përkohësisht për shkak të mosinteresimit të studentëve dhe pamundësisë për të formuar një grup prej të paktën 20 studentëve, dhe pas një periudhe të caktuar kur do të ketë numër të mjaftueshëm studentësh dhe mbulesë adekuate kadrovike, do të rifillojë funksionimi i tij. I menjëhershëm ka qenë reagimi i ish ministrit të Arsimit dhe Shkencës Suleman Rushiti, i cili është një nga kontribuesit themelor për hapjen e këtij fakulteti në Gostivar. Ai thotë se ka informata të sakta se interesim nga ana e studentëve ka patur, por se këta të fundit janë refuzuar me arsyeën se nuk do të pranohen. Ai konsideron se rektori Ahmeti me këtë lloj deklarate vetëm po fiton në kohë për ta vendosur në harresë mbylljen e këtij fakulteti. Akti mbylljes fakultetit të USHT-s në Gostivar është një akt qyqar, është një akt i turpshëm, do të thoja. Të mbyllësh një institucion publik siç është një fakultet, sigurisht që është e dëmshme në radh të parë, për shkak se unë mund të them që ai investim në atë hapësirë pa frikë, pa modesti, e them që vetëm ai mund të jetë i barazvlefshëm me të gjitha investimet që janë bërë 10 vitet e fundit nga kjo parti që di vetëm të mbyll dhe nuk hap institucione. Në ndërkohë ai thotë se nuk bëhet fjalë për një institucion privat, po për një universitet që mbahet nga tatimet e popullit. Për rrjedhoj, drejtimet e caktuara nuk mund të hapen vetëm aty ku mund të vjelen paratë e studentëve. Do të sqarojmë një herë se nuk bëhet fjalë për fakultet privat dhe universitet privat. Bëhet fjalë për një universitet i cili mbahet nga taksat tona. Dhe universitetet e tilla nuk mund të kujdesen vetëm të hapin deg ku ka numër të madh studentësh për të vjel paratë e studentëve dhe për t'i përdorur për nuk e di çfarë, se për shkencë nuk i përdorin. Përkujtojmë edhe një diçka tjetër. Unë jo rastisht, duke qenë se vin nga rrethi i Gostivarit, sigurisht që duke patur edhe pozitën, edhe nevojën, edhe analizat që mund të hapen një drejtim i tillë, insistova bashkë me ekipin tim që të hapet fakulteti në Gostivar, duke marrë parasysh se si funksionojnë të gjitha universitetet në botë. Nuk mund të funksionojë një universitet pa institut, pa park teknologjik tashmë, nuk mund të funksionojë një institut pa laboratore moderne, një universitet pa laboratore moderne. Dhe këto hapësira fare mirë mund të shndrohen në diçka të tillë. Ndërkaq dekleratën e ministrit të Arsimit dhe Shkencës të Republikës së Maqedonisë Abdulhashim Ademi, ai e konsideron se ministri me këtë rast nuk i njeh kompetencat e veta. Ai nuk ka hapur ndonjëherë universitet që ta di se si hapet, andaj dhe kur ja mbyllin të tjerët, nuk e kupton se si ja kanë mbyllur, thot Rushiti. Nëse kjo ka qenë përgjigja e personit i cili mban postin ministri i Arsimit dhe Shkencës, atëherë vetëm dëshmon atë që flitet, që ai është thjesht vetëm një zëdhënës i vendimeve qeveritare dhe nuk është ai që drejton Ministrinë e Arsimit dhe Shkencës. Për shkak se me këtë përgjigje ai dëshmon se nuk i njeh fare rrjedhat, situatat, nuk e di se çfarë mund dhe çfarë ka kompetenca ministri dhe çfarë s'ka, dhe nuk e di se si vjen deri tek mbyllja e një fakulteti apo edhe tek hapja, për shkak se nuk ka hapur që të di si hapet dhe sigurisht që ja mbyllin tjerë dhe ai nuk e di se mbyllet. Mendoj që kjo që ndodh është një nga ato punët, do të thoja, gjysmë të dukshme, të cilat janë dëmshme për kombin, të cilat i bën kjo qeveri. Ka shumë të tjera të cilat janë të dukshme, të cilat i shohim që janë dënimet e mëdha, dhe ka shumë të tjera për fat keq që janë të padukshme dhe ne do t'i ndjejmë pasojat e kësaj keqqeverisje, e kësaj, do të thoja, e këtij fuzioni i cili nuk ngjan në qeveri, por ngjan vetëm në një bashkëpunim dy kompanish ku shitet dhe blihet interesi i qytetarëve.
Unë sinqerisht nuk mund t'jap në një këshill dikuj që nuk din as 1% të asaj pune për cilën pretendon se udhëheq. Kështu që është e kohë që t'i flitet ati që mban pozitën ministër i Arsimit dhe Shkencës, është e kohë t'u flitet edhe kësaj firmës private, e cila thirret në emrin e votave të shqiptarëve dhe e cila sigurisht që tashmë ka filluar jo të na shes, por të na jap falas. Ai pret që studentët, organizatat jo qeveritare, por edhe populata të ngrenë zërin e arsyes për këtë fatkeqësi, siç e quan ai, për të kërkuar llogari dhe përgjegjësi nga kompetentët për këtë vendim as pak të pranueshëm për popullatën e Gostivarit, por edhe për ata që dhanë kontribut për ta sjellur këtë fakultet në Gostivar.